Shqipëria shpalli Iranin si një shtet që sponsoron terrorizmin. Kjo ishte puna më e mirë që kishte bërë, nuk e di pse Kosova nuk e bën gjë të tillë. Ndoshta edhe Kosova duhet ta shpall Iranin si sponsorizuese të grupeve terroriste, sepse dihet saktësisht, unë jam vetë ai që kam punuar në këtë çështje, se Irani ka financuar ISIS-in. Dhe fakti që ne kemi pas arrestime në Kosovë, dënime, unë mendoj që policia e Kosovës bashkë me AKI-n ka qëndashur që të marrin informacione të nevojshme për financimet që kanë qenë në Kosovë për ISIS-in, apo dhe financimet e njerëzve që kanë shkuar nga Kosova në drejtim të luftrave të huaja, në mënyrë që të sigurohet baza dhe burimet me të cilat mund me penetru në kuptimin e marrjes së informacionet për sponsorizimin që ja ka bëu në këtë rast Irani ISIS-it. Nuk e di deri ku ka shkuar, se thashtu të na me presin me çute prokuror me që Irani ka investuar në krimin e celulave të tia në Kosovë, në Shqipëri. Derisa ne kemi pas qytetarë të Republikës Kosovës të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Sirisë, janë pjesë e ISIS-it dhe sot shpërndajnë dhe shkaktojnë për hapjen e nxitjes së urrëties, janë besoni burime që vijnë nga inteligjenca e Iranit e që kanë pas për qëllim gjithmonë ta luftojnë SBA-n dhe partnerët e saj në vendet ku ka pasur një rezultat në kuptimin e organizimit të. Unë do ta përmend një fakt publik, ju e dini që unë kam bërë publik faktin e ministrit të Serbisë, Demo Berisha, i cili ka qëndru, ka punu në Shkup dhe e ka financu pikërisht pjesën ku ka qenë zonë e përgjithësisë amerikane që fillon nga Hani Elese deri në Kamenic. E kam përmend dhe deri në atë kush nuk e ka ditë as kush është Demo Berisha, i cili më vonë u bë edhe ministër. Po nuk është vetëm kaq, shqetësimet janë kush kanë qenë bashkëpunëtorët e Demo Berishës. Ku ka pas zyrën, kush kanë shku, si janë financu, ku kanë aparat, shumë faktorë. Do ta bëj AKI këtu bashkë me policinë. Prandaj po them, nuk ka arrestime, nuk ka veprime, unë nuk di çfarë bojnë ata. Ata mojnë me fjet gjithë dita. Për sigurinë kombëtare të Kosovës dhe për partnerët tanë prania këtyre celula për cilat je i bindur se ekzistojnë dhe punojnë për Iranin, rrjedhimisht edhe për armiqt. Një argument në emër të ideologjisë fetare. Në emër publik. Në argument publik. Derisa isha duke ardhur këtu në zyrë, në ambasadën amerikane ka forca shtesë. Me armë gjata policë të njësive të veçantë me armë gjata. Fakti që u kualifiku rrezikshmëria e stafit diplomatik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe janë marrë masa të tilla, është fakti pa diskutueshëm i shqetësimeve për cilën sapo folëm, sepse ka veprime, nuk ka mendime aludime, po ka veprime. Tani po dalmi bashkë, shohim forcat shtesë të njësive të veçanta të Policisë Kosovës me armë të gjata në ruajtjen e stafit dhe objekteve të qeverisë amerikane, çka do të thotë që e konstaton rrezikun dhe besoj që këto veprime kanë ardhur si kërkesë e inteligjencës amerikane e cila celula ka në Kosovë dhe sigurisht se po.